Sa i përballon një hotel, nuk po marr hotelet mëdha resorte, po ne do me thënë në madhësi nuk i kemi shumë hotelet mëdha, si që janë voluminoze në Turqi, po themi apo në Greqi. Sa i përballon vetëm për një kuzhinier një pagë 4.000 euro, po të marrim parasysh sa punonjës mund të ketë një hotel normal në vend, mesatar. Fola pak përpara që problemi kryesor tek ne është sezonaliteti i lartë. E dyta, problemi tjetër madhor që kemi ne është se bizneset e turizmit janë kryesisht biznese familjare, pra që nuk mund të formulojnë, nuk mund të ngrenë stafe, drejtuese dhe menaxhim, domethënë me departamente. Këtu nuk bëhet fjalë për hotelet e mëdha, të cilët nuk kanë problem kanë zinxhir komandues dhe nuk e kanë problem për këta lloj punonjësish. Piles, ata pothuajse i kanë zëvendësuar punonjësit shqiptar me punonjës të huaj, sepse janë më të bindur, janë më të punëtor, janë më... Më modest, do thoja? Po, do më modest. Se janë një vend të huaj, në sensin në kuptimin, më pyrë për të zbatuar rregullat. Siç punojmë ne në vendet e huaja, ashtu punojnë dhe ata në vendin tonë. Dhe për këtë kategori bizneses nuk është problem. Problemi diskutohet për kategorinë e bizneseve të cilët kanë 70 shtretër e poshtë. Pra që janë familjare, konsiderohen familjare. Po pra, nuk ka mundësi menaxhimi të gjithë vitit dhe nuk është e thjeshtë që të gjesh punonjës apo të bësh kontrata 4 ore, 5 ore dhe pastaj të... Po si zgjidhin këto biznesa? Me shumë vështirësi punojnë të gjithë vetë.